أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Po fillimin e shkronjave të Kuranit e kum fillu pikërisht në këtë xhami në vitin 1992 parafërsisht, ku edhe jam emrusi me izin i kësaj xhamie. Në atë kohë ka qenë Imam Hafiz Sali Goga, i cili ka qenë edhe axha i babës tim. Me të kemi fillu, do me thonë, mësim besimin fillimisht, pastaj edhe kemi hyrë në shkronjat e Kuranit. Pastaj pjesën e dytë kemi vazhduar në medrese, do me thonë. Medrese në vitin 1994 kam filluar edhe atje i kemi plotësu, do me thonë, leximin. Po për Hafizit nderuam, Allahu më mëshiroft, cilit jemi gjithë jetën do të jemi, si të themi, falendërues dhe do të lutemi për të, për gjithë çfarë ka bërë për ne. Ka qenë i përkushtuar mësimin e fëmijëve, sidomos edhe të Kur'anit, fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Kemi filluar si zakonisht me surët e fundit, këto 10 e fundit, pastaj prej kapitines ad-Duha, edhe deri në përfundimin e xhuzit Amme fillimisht. Pastaj edhe në medreze ka qenë ajo, si të them, në lëndën e Kuranit ka qenë xhuzi i fundit, do të thonë i parashikuar që të mësohet. Atje e kemi përfunduar atje. Pastaj në fakultet, motivin e kom marrë, do të thonë, çdo në veçantë për mësimin e Kuranit, për plotësimin e tij faktikisht, duke mësuar të dietar të ndryshëm, duke pa jetën e tyre, pastaj edhe të parëve tanë të mirë të muslimanëve, të cilët fillimisht gjithmonë e kanë filluar me fjalën e Allahut, do të thonë, nxën kërkimin e dijes. Kjo është motivi kryesor i cili më shumë që më ka shti. Pastaj fjala e Allahut duke patur parasysh është e bereqetshme, sjell shumë të mira në jetë. Kjo ka qenë motivi kryesor. Do të thonë, pastaj hifzin e kemi vazhduar në Medinë, në fakultetin
në Universitetin Islamik të Medinës, pikërisht në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tek një hoxh i nderuar nga Pakistani ka qenë, pa i aty ka qenë mësimdhënës i Kur'anit në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, dikon 30-40 vite ka qenë atëherë, i ka pas përvojë. Po dikon 2 vjet na ka marrë krejt kjo kohë. Do të thonë plotësimi i kësaj pjesës së mbetur, do të thonë dikon 2 gjuza i kemi ditur ne, pa shku atje në Medinë, ndoshta edhe më shumë, tash nuk po më kujtohet se është kohë begë e gjatë. E atje kam plotësuar, do të thonë, brenda 2 viteve. Vitin 2000 kam filluar 2002 deri në 2004. E kam përfunduar hifzin. Po sigurisht ka pas, sigurisht sidomos çdo fillim është i vështirë, pastaj mendimin e Allahut edhe lehtësohet. Ka pas sfida për shkak se edhe studimet në njërin anë, provimet ato të gjitha dhe pastaj për Kur'an u dash një kohë veçantë ti përcaktohet tek ai hoxha i nderuar. Ka qenë pak e vështirë, po me mendimin e Allahut kemi arritur që ta mësojmë, alhamdulillah. Nuk moj me thonë atje në Medinë që ka pas në ndonjë rast, ndërsa këtu me këtë hoxhën e vjetër, po kemi pas momente edhe çesharake gjatë mësimit, për shkak se ka qenë pak rigoroz, nëse nuk e ke mësu atë pjesën e caktuar që ta caktojë, nga pak ka herë edhe na reke, ka pak kështu, ka qenë i përpikt, ka pas që me mësu mirë Kur'anit, nuk ka pas lëshime, ai ngabime fare as pak. E me shokët që mësojshin bashkë, atëherë u krijonin herë momente çesharake. Normalisht na ka mungu. Gjithsesi, unë për veti kam mbajt 7 vite, do të thonë 2 vite në gjuhë fillimisht, edhe tjerat 5 vite në fakultet mi ka marrë kohë. Ka qenë vështirë se një herë në vit kemi ardhur, kemi pas drejtë, do të thonë gjatë verës, pushime verore, malli për familjen gjithmonë, nuk mungon, është diçka normale. Po sigurisht se është një ndjenjë e përgjegjësisë më e madhe. Nuk është si të tjerët, muj me thonë. Tek njerëzit është më ndryshe, të shohin me një sy tjetër, më ndryshe. Prandaj duhet gjithmonë me pas kujdes në veprimet cilat i bëjmë. Po ndikon mirë në çdo aspekt, po mendoj pozitiv, në çfarëdo aspekti nëse e marrim, Kur'ani është i bereqetshëm, vetë fakti që Allah ka zbrit bereqetshëm, atëherë në çdo porë tjetër kemi pas bereqet, kemi pas sukses. Ky është ndikimi i tij edhe. Bëhetja është më vështirë se sa mësimi. Këta muj me thonë me plot gojë, me mësu ndoshta është lehtë, po pastaj mbajtja ndon përpjekje shumë të mëdha, shumë përsëritje të mëdha ditore, domethënë të vazhdueshme, përndryshe, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, harrohet shumë shpejt. Domethënë Kur'ani e ka cilësuar si ajo devja tërbume, domethënë kur tërbohet që aq shpejt domethënë edhe harrohet, nëse nuk përkushtosh në të dhe leximin dhe përsëritjen e tij. Po e praktikojmë, domethënë her pas herët kemi fazë, sidomos verës më shumë, domethënë gjatë pushimeve verore, jemi të angazhuar me nxënësa të ri, me mësimin e leximit të Kur'anit, shkronjave, të xhvidit dhe të ngjashme. Po kemi këshill, Kur'ani është i bereqetshëm, ai i cili e mëson dhe u mëson të tjerëve, siç ka ardhur në hadith pejgamberit alayhis salam, është më i miri, ka thënë për juve, ai i cili e mëson dhe u mëson të tjerëve, ne i këshillojmë të rit që ta mësojnë Kur'anin,
në mënyrë që pastaj edhe tërë jeta e tyre të ketë sukses edhe në gjëra të tjera të jetës së tyre, për shkak se do t'ju jep bereqet, pa dyshim. Pa dyshim.